jetën zysha në kamës dhunon nxënësën. Ky ishte lajmi i parë sot që më hapën syt dhe shoh komente që vërshojnë ç'është kjo kafsh. Si ka mundësi të ndodhi kjo gjë? Ore, hipokrita muti. Por jena rradh gjithë na dosme. Që bot vetëm ishte nxënës i mirë, ishte shumë nxënës absolut. Vetëm ai, edhe ai që nuk e rrifte zysha, e rrifshim neve mbrapa mos i mëronte mësimin. A mund të zëmë na rradh gjithë si treshi, kur bot kaq ndjeshëm kaq sensitiv juve. Me kalamojt, sot kalamojt nuk duhet rrifen mo. Se kalamojt e kanë drejt mo. Këto këtë e fundi që s'pe rrafen mo fëmijët, a keni pasë si është bo. Njoni më i mirë se tjetri, jo vetëm atje, po në gjithë botën. Gjithë thoshe që ky brezi i ri do shkëlqej, do bëhen shkencëtar, do bëhen ten gjithë tas din çaj gjini për kasit. Tembo një brisha unikorne që tembo kuaj diti. O këta ka shku për leshë zemra. Theri edhe drunin. Nuk po them ta rrisin këto lloj forme, se s'ka nevojë me bo shembull. Dhe zakonisht to zyshat që bëjnë shembull kalamojt, bën një kalamoj që s'ka prindër, i ka prindër kështu të marumo, kupton, s'kan takat, s'kan mundsi. Se po të ketë i bab në non tamam, se apo kështu zysha se e di që mas mësimit pastaj vjen leksioni numër 2, kur mos rrif kalamon e teatrit agu se të nishet mami, kupton. Por jam dakord që fëmijët rrifen nga pak. Të rrifen nga pak, nga prindrit, nga zyshat me stil, kuptimin që ka nevojë për autoritet. Sepse sot është bo që fëmija ka më shumë autoritet se prindrit dhe se zysha. Edhe majni men, nëse nuk ndryshohet sjellja, nëse nuk thehet që njeriu, siç kemi qenë brezin ton, që shkojmë drejt dijes, do shkojmë drejt ndërtimit gjitha, kupton? Shkojmë drejt ndërtimit. Po mima, edhe ndërtimi dije është të dish si ta përdorësh mistrin, çallë kollet përdorësh ta përzish me allçin. E të bësh në një murë i kështu. Çfarë problemi ka kjo? Do mbarojmë pallatet. Mbarojmë me punë e modhe. Kur mbarojmë pallatet, i prishim, i bëjmë edhe herë prapë. Zoti. Halli mod mo. Dije. E po lexojmë libra tani. Ato se jena pederasta.